Lidhur me portretin e Enver Hoxhës është folur shumë, në një mënyrë më shumë spekulative se realiste. Janë bërë përpjekje që romani Dimri vetmi së madhe, madje edhe koncert në fund të stinës, që është pjesa e dytë e diptikut, të identifikohen me portretin e udhëheqësit shqiptar, kurse e vërteta është fare ndryshe. Në mbi 1000 faqe të këtij diptiku, personazhi diktatorit shqiptar nuk zë më tepër se rreth 40 faqe. Në shumicën e tyre ai nuk jepet vetëm, por në shoqëri ose përballë me udhëheqësit e tjerë komunistë, kryesisht Nikita Hrushovin, Mikojanin dhe gjithë shefat e tjerë komunist në mbledhjen e Moskës më 1961, duke përfshirë ata të lindjes dhe të perëndimit. Më shumë se portreti një njeriu, ky është portret në grup, siç preferon të shprehet Kadare. Është portret i përbashkët i 81 shefave të komunizmit botëror që janë grumbulluar në Moskë në një mbledhje tepër dramatike ku dënohet njëri prej tyre, diktatori shqiptar. Këtë mbledhje të vitit 1960, që është edhe përçarja e madhe e botës komuniste, nuk e ka shpikur Kadareja. Ajo ka ndodhur vërtet, pavarësisht se është mbajtur sekret për një kohë të gjatë. Në atë mbledhje Enver Hoxha ka qenë vërtet i vetmuar përballë shokëve të vet, dhe këtë gjithashtu nuk e ka shpikur Kadareja. Diktatori shqiptar ka mbajtur një fjalim kundër të gjithëve, dhe as kjo s'është shpikje e Kadares. Të gjithë ngrihen kundër tij, e akuzojnë, e quajnë jud, i bëjnë thirrje t'i bjerë në gjunjë shefit të madh Hrushovit dhe këto nuk janë shpikje të Kadares. Një njeri vetmuar që sulmohet qoftë edhe kur është një tiran, po aq si të tjerët, në mos më i keqi mes tyre, krijon vetvetiu simpati tek lexuesit. Kadareja mund të kritikohet sot se përse ka zgjedhur këtë moment pozitiv dhe nuk ka zgjedhur për shembull një tjetër negativ që nuk e nderon Enver Hoxhën, si përulja e mëparshme ndaj sovjetikëve apo jugosllavëve dhe të tjerat kësaj natyre. Mendoj se nuk është serioze të argumentohet këtu se cilat ishin arsyet që një shkrimtar shqiptar, i cili jetonte në Shqipëri, edhe po të donte s'mund ta bënte dot një gjë të tillë. Në mbi 1000 faqet e diptikut, jepet një tablo e përgjithshme tepër e ngrysur dhe dramatike e botës komuniste. Nuk ka kur fare atmosferë optimizmi, siç ishte zakoni në veprat e realizmit socialist. Përkundrazi, ka trishtim, disa herë tmerr, vrasje të ngjashme me ato të Shakespeare-it, pabesi, dyshime dhe fantazma. S'është e rastit që të dy pjesët e diptikut patën një sukses të madh në perëndim. U shpalos përpara perëndimit një tablo kolosale, në qendër të së cilës ishte mbledhja dramatike, ku fytyra e shefave komunist shfaqet në një dritë negative. Kjo s'kishte ndodhur asnjëherë në letërsinë e shekullit të 20. Për të kthyer te portreti i Enver Hoxhës, për lexuesin botëror s'ngrinte ndonjë peshë që nga gjithë këta 81 shefat komunizmit, njëri, përfaqësuesi i Shqipërisë së vogël, na qenë kish më pozitiv. Për shumicën e lexuesve ishte tabloja e përgjithshme nga Hrushovi te Mao Zeduni që peshonin më tepër. S'ka asnjë dyshim që personazhi shqiptar del në një ngjyrim krejt pozitiv, qoftë për shkak të situatës së veçantë rrotullti, qoftë për kundërvënien kundër të gjithëve. Po a ka vërtet glorifikim të tij nga këndvështrimi profesional i të shkruarit? Le të përpiqemi ta shtjellojmë me gjaktëtësi dhe jashtë skemave të njohura këtë çështje. Në një skem të njohur tradicionale të letërsisë, personazhet pozitiv vijnë përballë një personazhi negativ. Në rastin e Dimrit të vetmisë së madhe, përballë pozitivit Hoxha, qëndron negativi Hrushov. Mirë po, për një habi të madhe, kundërshtari kryesor i Enver Hoxhës, Hrushovi, nuk del ndonjë personazh negativ në këtë vepër. Ai përshkruhet si normal, i logjikshëm, madje thjeshtësia e tij për i babloku gati e bën simpatik. Kështu shpjegohet që në parathënien e botimit të rusisht të romanit në Moskë në vitin 1992, botuesi rus i vënë në një plan të dy udhëheqësit kundërshtar, Hrushovin dhe Hoxhën. Në këtë parathënie, ata të dy gjykohen si përgjegjës të një drame që ndodhi midis Rusisë së Madhe dhe Shqipërisë së Vogël. Në tekstin e parathënies, kjo theksohet nga karakterizimi i tyre si dy vëllezër binjak ideologjik. Por ka edhe më tepër. Në mes të atij që quhet portreti udhëheqësit shqiptar, gjejmë përshkrimin dhe gjykimin e Enver Hoxhës sipas këndvështrimit të armikut të tij, Hrushovit. Është një nga pjesët më të habitshme në këtë vepër. Ja, tani folsi do të përmend 30 asprat e Judës, mendoi Hrushovi. Ai ishte në një gjendje ngazëllimi. Kryqi, toka e Judes, ditët e Pashkëve, të mbuluara me pluhur prej 10 vitesh, të përzjera çuditërisht me kongrese partishme, plenume ku ishin shtypur kundërshtarët dhe me festa një majesh, po dyndeshin val-val në trurin e tij. Ai vështroi me bisht të syrit shqiptarët. Enver Hoxha ishte mbështetur te Shpinoria. Pas gjithë këtij rrebeshi, ai do të gjunjëzohet, mendoi Hrushovi. Nuk i kujtohej mirë përfundimi i Judës në Bibël. Ndoshta do të më duhet të tregoj mëshirë për të, mendoi përsëri. Nuk do të kthehem tek ju si biri plangëprishës, kishte thënë Enver Hoxha. Hrushovi buzëqeshi për brenda. Do të kthehesh, tha me vete, një natë dimri midis dëborës, do të trokasësh në portat e Kremlinit gjerë ndaj të gdhirë.
Në letërsinë e realizmit socialist, në lindje dhe në perëndim, nuk ka ndodhur asnjëherë që personazhi politik negativ të gjykojë pozitivin për të vënë në vend të vërtetën. Në propagandën komuniste kjo ishte një klishe tepër e njohur. Armiqtë u përpoqën të hedhin baltë mbi udhëheqjen tonë, por koha tregoi të kundërtën e të tjerë. Në këtë roman kjo nuk ndodh, dhe ky s'është një detaj kalimtar, por ka të bëjë me thelbin e personazhit pozitiv. Gjykimi i Hrushovit për Hoxhën është i tmerrshëm. E krahason me Judën dhe me përfundimin e tij që dihet që ka qenë me vetvrasje, ose edhe më keq, mendon se udhëheqësi shqiptar do të pendohet dhe do të bjerë në gjunjë. Dhe xhavahiri i fundit, kulmi i të gjithave, është zemërgjerësia e Hrushovit, i cili mendon se ndoshta duhet të ketë mëshirë për të. Dhe për të gjitha këto, nuk ka ndonjë ndërhyrje apo vënje të gjërave në vend prej autorit. Për shkrimi Enver Hoxhës nga autori, s'ka asgjë nga klishet e realizmit socialist për personazhin pozitiv. Vështrim për shqiponje apo ecje krenare, buzëqeshje dhe gjeste madhështore të tjerë. Përpara lexuesit është një personazh i menduar, nganjëherë me pamje të brengosur. Ja si jepet përshkrimi i vetëm i ecjes së tij në tekstin e portretit. "Çfarë?" tha besniku me zë të ulët. "Eja këtu", tha Jordani gati me përshpërim. Besniku u afrua te dritarja. "Shiko", tha Jordani. Përjashta, në oborrin e vilës, po ecte vetëm në dëbor Enver Hoxha. Palltoja e zezë e bënte edhe më të gjatë shtatin e tij. Borsalinën e madhe, gjithashtu të zezë, e kishte rrasur thellë në kokë me një shkujdesje dramatike, si një hall të madh. Hapat e tij nuk ishin as të shpejt as të ngadalt. Nuk ishte shëtitje, ishte një ecje gjithsesi e shkujdesur, një lëvizje këmbësh gati e çrregullt, e rëndë, e lëkundshme, ndoshta nga sipërfaqja jo fort e sheshtë e truallit të vilës. Borsalina e madhe e zezë ishte rrasur mbi të gjitha këto si një saç i rënd. Përjashta kishte rënë nata dhe thurimat e zeza rrotull vilës nuk dalloheshin më. Ky përshkrim, ku duket sikur Enver Hoxhës i merren këmbët, ka zgjuar zemërimin e militantëve komunistë të cilët kërkonin ndalimin e romanit. Tabloja e diptikut bëhet edhe më errët në pjesën e dytë të tij, Koncert në fund të dimrit. Është vështirë të gjendet një tjetër vepër, faqet e së cilës të jenë mbushur me aq ankth, terrore, vrasje si në mesjet, në shtëpinë e Mao Zedongit, përgjime, mikrofona përgjimit varrosur bashkë me kufomat, që vazhdojnë të funksionojnë në tokë, llahtarë të tjera të botës komuniste, sidomos në Kinë dhe në Shqipëri. Duket e pabesueshme që kjo vepër u shkrua dhe u çua për botim në vitin 1981. Ndalimi i saj nuk përbën ndonjë çudi, por është e habitshme që kur vjen puna për letërsinë e krijuar nën komunizëm, kjo vepër përmendet rrallë ose nuk përmendet fare. Për këtë vepër, një nga më të njohurat në botë dhe që i bën nder Kadares dhe letërsisë shqipe, janë bërë edhe shpifjet më të mëdha. Kritizerët e tipit Lubonja janë përpjekur ta quajnë vepër konformiste që ka mbështetur shtetin në luftën kundër komplotistëve. Shpifja është e pashoqe edhe në historinë e shpifjeve. Në këtë roman tregohet pikërisht e kundërta, që i ashtu quajturi komplot s'ka ekzistuar dhe gjithas është veç se një delir. Pa e zgjatur, mund përmendim faqet e fundit veprës ku ministri D, i ashtu quajturi shefi i komplotit, i lidhur me pranga në qeli, ndërsa pret orën e pushkatimit, po vret mendjen të gjejë se nga i erdhi valle e keqja. Midis mendjeve, i kujtohet një vizitor që përshkruat në fillim të veprës dhe që i ka ardhur në shtëpi për një hall të vetin. I turbullt, siç është dhe pa kurfar logjike, i ngolitet në mendje se ai mund të ketë shpifur për të. E mallkon me vete e thot: "Ku më gjete mua o njeri, dhe kjo është gjithë historia e komplotit shqiptar, një paranojë e ngjashme me paranojat e tjera me të cilat është mbushur vepra." Dimri vetmisë së madhe, bashkë me Koncertin, janë veprat që më shumë janë sulmuar nga kritizerët shqiptar, si dhe disa kritizerë të huaj. Këta kanë qenë kryesisht marksist-leninistë, ish miq të Shqipërisë, një pjesë filo-sovjetike, të tjerë filo-kinez, që nuk do t'ja falnin kurrë Kadares për çmimin që u bëri 80 shefave komunistë në mbledhjen e Moskës ose talljet ndaj idolit të tyre, Mao Zedongit. Kur e lexojmë sot, na duket e pabesueshme që skena e mbledhjes së Moskës është shkruar më 1971, më shumë se 40 vite më parë. Shkrimtari dhe studiuesi francez i Kadares, Eric Fayet, e ka krahasuar diptikun e shkrimtarit shqiptar si një lloj Iliade dhe Odiseje të komunizmit. Në këtë krahasim, tabloja e Moskës zë një vend kryesor. Është përshkruar kupola e komunizmit në kështjellën e saj, Kremlinin e Moskës. Sipas Eric Fayet, ky përshkrim i Kadares na jep një olimp të shpërbër, pra të degraduar. Janë mbledhur të gjithë shefat e komunizmit nga gjithë kontinentet, ata që bëhen gati të rrëzojnë kapitalizmin botëror. Sipas tekstit të romanit, por edhe të shpjegimeve të Kadares në biseda dhe intervista, janë të gjithë aty, përbrinj njëri tjetrit, bashkë me vëllezërit sovjetik, Maurice Thorezi i Francës dhe Luigi Longo i Italisë, Gomulka i Polonisë dhe Ulbrichti gjerman, Janosch Kadari i Hungarisë, Georg Dezhi rumun dhe shok të Amerikës Latine, të Afrikës Veriore, Dolores Ibaruri e Ho Chi Minhit, të dy legjendar e plot të tjerë.
Mirë po, kjo tablo nuk është as pak madhështore, siç e dini të gjithë. Ajo është e nivelit të ulët, plot kërcënime histerike dhe klith me akmarse dhe plot lajka, servilizëm, pabesi dhe nga njerë fjalë të ndyra. Është herë e parë që zbulohet përpara lexuesit botëror një tablo e tillë. Të tjera skena nuk janë më pak shokuese. Mjafton të përmendim njërin prej tyre që mund thuhet se përbën kulmin e grindjes mes dy delegacioneve shqiptar dhe sovjetik të kryesuara nga Nikita Hrushovi dhe Enver Hoxha. Ju nxeheni, me ju nuk mund bisedohet. Ah, ju jeni pa nerva, më keni përshtyr, mjaft ju durova. Me nerva jeni ju, pa nerva. Si? Peshqit, kush është me nerva? Ju shtremëroni fjalët e mia, tha Hrushovi. Përkthyesja e di mirë rusishten, u bë heshtje. Të gjithë kthyen kokën nga besniku. Ai u pren në fytyrë. Ishte jashtëzakonisht i lodhur. Sytë e tyre ishin ngulur mbi të. Në të vërtetë ai kishte bërë një ngatrim të vogël pak përpara kur flitej për nervat, por nuk ishte faj. Frazat e këmbyera kishin qenë tepër të shpejta. Tani sytë e tyre nuk i ndashin, çdonin thoshin ato vështrime. Vërtet ata mund kujtonin se ai po bëhej shkak për prishjen përfundimtare. Gjithçka po rrokullisej me shpejtësi, çdo gjë duke i marrë. Ata mund të hapnin fjalorët, larusët, enciklopedit, mund të hulumtonin gramatikat historike, papiruset, thërrisnin gabim. Më në fund e gjetëm të keqen, shkakun e mosmarrveshjes, pengesën. Ky njeri na futi grindjen. Ky njeri nuk e përkthen mirë dramën. Ky përkthyes është radhëtar. Prisni. Janë pothuajse fjalët e fundit, pra mund të thuhet se është çasti i shkëputjes përfundimtare midis dy palëve. Ajo që të bën përshtypje në këtë moment, që duhet ishte dramatik, është ana groteske e skenës. Nuk kuptohet se përse u ngatruan me njëri tjetrin. Është një grumbull fjalësh gati për qartë, pa kuptim, ku secila palë kërkon shkak për të bërë sherr. Me habitshmja është se autori shqiptar nuk duket se po mban anën e askujt në këtë mishmash. Ai nuk sqaron ç'fjali përkasin njërës palë e ç'fjalë tjetrës. Pra kush e mban përgjegjësinë për keq kuptimin? Fjala peshqit e shton edhe më tepër tingëllimin jo serioz të skenës dhe fraza përkthyesje di mirë rusishten, gjë që do të thotë se përgjegjësia për këtë, grindje të madhe parimore, ka rrezik të bjerë mbi kokën e përkthyesit. Ana groteske gërshetohet me atmosferën plot dyshime, goditje pas shpine, pse jo vrasje. Përdoret shprehja nata e zimave të zinj, zilja e telefonit që ngjan klithmës së Kukuvajkës të Shekspiri. Në darkën e Kremlinit, më në tryezën plot pije dhe ngritje dollish, është ky pasazh që të ngjeth misht. Përshkruhet Hrushovi që me bish të syrit vështron Enver Hoxhën. Ç'të bëj me të? Tha me vete për të tretën herë Hrushovi. Ç'të bëj që pas nesër ai të mos ngrej krye. Për një grim, sytë e Hrushovit u ndalen mbi gishtërinjt pa thonjë të Janosh Kadarit që po ngrinte gotën. Dihej se Janosh Kadari ishte shefi i Hungarisë komuniste, i torturuar me shkulje thonjsh, nga që vite më parë kishte guxuar të shfaqte pakënaqësi ndaj sovjetikëve. Tani e kishte ulur kryet, por gjurmët e torturave i dukeshin qartë si mësim për gjithë të tjerët. Dyshimi për vrasje ndihet rreth e rrotull. Dhe kjo ndodh në kështjellën e komunizmit për yllin e kuq plot shpresë të cilit shkruheshin vjersha e thureshin këngë kudo. Por nuk mbaron me kaq. Një ide e rëndësishme në vepër është ideja e Evropës. Ishte e hera e parë që në një roman të botës lindore përmendej kjo tabu, mundësia që njëri nga aleatët komunist, në këtë rast Shqipëria, të shkëputej nga lindja për të shkuar në perëndim. Ideja e Evropës e përshkon dukshëm romanin Dimri vetmisë së madhe. Personazhet shumë të shtresave të ndryshme diskutojnë kudo, në përdarka me miq ose në intimitet. Tani që po shkëputemi nga kampi komunista, do të shkojmë në Evropë? Nuk janë vetëm ishborgjezët që e ndërojnë, por ka plot komunist, madje personazhe pozitiv si Viktor Hila, që e thon hapur, përse të mos bëhemi shtet neutral si Zvicra. Autori jo vetëm që nuk e kundërshton asgjikundi këtë ide, por përshtypja është se ai e përkrah. Në avionin që po çon delegacionin shqiptar në Moskë, përkthyesit Besnik Struga i kujtohet një libër që ka lexuar për një murtaj kuajsh në kufit midis Evropës dhe Azisë. Besniku vështroi poshtë pa e lëvizur qafën. Mongolët kishin grumbulluar hordhit pafundme dhe po bëheshin gati për të pushtuar Evropën. Kontinenti i gjithë dridhej. Çdo gjë do të kthehej në shkret të tir. Por ja, papritur, në çastin e fundit ra murtaja. Kuajt rrëzoheshin njëri pas tjetrit. Komandantët e mongolëve që nga hyrja e tendave vështronin me trishtim horizontin e largët mjegullor, ku nuk do të shkonin dot kurrë. Kështu shkruhej në atë flet libri. Aluzioni për rrezikimin e Evropës prej lindjes është këtu fare i qartë. Evropa shpëton për shkak të një rastësie, murtajes së kuajve. Mendja të shkon menjëherë te grindja e madhe e komunizmit që sapo ka nisur. Në roman për këtë flitet hapur midis personazheve. Militantët komunistë kanë të drejtë ta kritikojnë shkrimtarin shqiptar për një vizion krejtësisht perëndimor mbi ngjarjen. Nga kjo grindje që krahasohet me sëmundjen e mongolëve, Evropa mund të shpëtojë. Ideja e Evropës del gjithmonë më e hapur në mbledhjen dramatike në Kremlin. Midis retorikës përmendet emri i saj. Me radhë.
Ulbrichti, Jata, Torezi, pastaj Zhivkovi që e filloi sulmin me fjalët mosmirnjohje dhe cinizëm, pasti Dezhi me fjalët na u duk se nga kjo tribun foli Evropa e lirë. Me fjalë të tjera, diktatori shqiptar del si spiker i Evropës së Lirë, radiostacion që po trondiste në atë kohë gjithë lindjen. 2 faqe më tej në gojën e njërit prej oratorëve, që nuk i përmendet emri, ka dareve fjalët: Po shok, perëndimi ka ndëruar prej kohësh që të vijë kjo ditë e zezë për ne. Dikush fliste me një gjuhë midis greqishtes dhe turqishtes. Kulmi i idesë së rrezikimit të Evropës prej lindjes, pas përmendjes së dështimit të sulmit mongol, rikthehet edhe më fuqishëm në mes të seancës kryesore të mbledhjes së Moskës. Pas italianit, në tribunë u ngjit dikush që fliste me fjalë të shkurtra si cungje, pastaj të tjerë. Nga fortafolësit vinin britma dramatike. Besnikut ju kujtua se diku kishte lexuar për klithmat e dinozaurëve të sëmur. Ishin rreth 1000, grigja e fundit e përbindshave që po zhdukeshin, të cilët ecnin diku në përshkretëtirën australiane. Ata udhtonin vazhdimisht drejt veriut, duke kërkuar një vend më qetësues për trupin e tyre të ngathësuar dhe për frymëmarrjen që sa vende u bëhej më e rëndë. Dhe ja, duke rrugtuar kështu, ata u gjendën midis një rafshulte kënetore dhe sa më shumë përpiqeshin të shmangeshin asaj, aq më tepër zhyteshin në batak. Ata po fundoseshin, binte shi, ulërimat e tyre tragjike përhapeshin horizont. Bota nuk kishte më vend për përbindësat që e kishin sunduar atë pak kohë. Ata po i mbyste pesha e tyre. Kuja përbindësore, e dhimbshme gjerë në lemeri, shpërndahej nën mospërfilljen e qiellit. Kjo vazhdoi me muaj, ndoshta me vite. Njëra pas tjetrës, ulërimat u shuan, gjersa në kënetën e humbët ra heshtja. Krahasimi i dinozaurëve që po ju mbaronte jeta me oratorët e mbledhjes, pra me shefat e komunizmit botror, është fare i hapët. Duke ju kthyer idesë së shkrimtarit francez Erik Faye për ngjashmërinë e ngjarjes me Iliadën dhe Odisen, na duket se ajo është një kyç për zbërthimin e mëtejshëm të veprës. Oratorët vazhdonin të kërkonin fjalën njëri pas tjetrit. Shok, hyjni, shtatorët klasikëve të marksizmit e ndjeni si toka dridhet vetëtin. Kori i sekretarëve të parë gjymon vetëtin. Besnikut ju duk se shumicës së tyre ju vareshin gjarprim mbi supe. Gjitha i helm do të dilte një ditë, mendoi. Ky krahasim tronditës na përgatit për një tjetër rrufe edhe më tronditëse. Mauzoleumi i Leninit i mbyllur gjatë ditëve të festës që hapur përsëri. Ai vështroi një copë herë murin e kuqërrem të Kremlinit dhe mendoi se pak më tej çoheshin pirgjet dhe kulmoret nën të cilat tani ata po grindeshin. Jo, nuk ishin pirgje dhe kulmore, ishin shatoret e lashta të rrethuesve në muret e Trojës. Dhe u grindën atje, në muret e perëndimit të rrethuar, këndo muz mërinë e Akilit, të birit Peleut, lajmëro AFP, zemërimin e Hrushovit, të birit të Sergejit. Ideja se ishte i pranishëm në Iliadën e komunizmit e përshkoi tej për tej qenien e tij. Mund të thuhet se jemi në kulmin e dramacitetit dhe në kulmin e guximit krijues të Kadares. Të gjitha krahasimet të mëparshme, hordhit dhe kuajt e mongolëve, dinozaurët që u ka ikur koha e të tjerë, këtu bashkohen dhe arrin shprehjen më të qartë që mund të mendohet. Shefat e komunizmit botëror janë mbledhur në Kremlin për të sulmuar Evropën e rrethuar, në vepër thuhet shprehimisht, dhe u grindën atje, në muret e perëndimit të rrethuar. Por çdo, ashtu si mongolëve që në çastin e fundit ju sumurun kuajt, kampit socialist i hyri përçarja. Kritika botërore, por jo ajo shqiptare, është marrë me lidhjen midis 2 romaneve që përbëjnë diptikun e Kadares. Studiuesi francez Erik Faye, që e ka ndjekur hap pas hapi gjithë veprën e shkrimtarit, shkruan: Mbledhja e Moskës i ofron Kadares një projekt romanesk me përmasa shekspiriane, të cilin ai diti ta kap. Për koncertin ai mendon se ka një ndërtim më kompleks. Në parathënien e botimit francez për këtë të fundit ai shkruan: Sikurse dimri vetmi së madhe, koncerti është një homazh për Shakespearein, por këtë radhë edhe për Cervantesin. Një këngë popullore që qarkullonte në kohën e miqësisë shqiptaro-kineze u bë e famshme në Shqipëri. 2 luan ka sot bota, një Azia, një Evropa. Ndërsa te dimri është personazh luani i parë, Enver Hoxha, te koncerti kemi të dytin, Mao Tse-dunin. Mirë po, luani i dytë, kinezi, na jepet prej Kadares jo vetëm i sëmur, por gati i çmendur, i mbyllur në një shpellë. Ndërkaq edhe luani i Evropës ka ndryshuar. Sipas studiuesit francez, ai përshkruhet i egërsuar. Erik Faye shkruan: Te koncerti, autori vën në gojën Enver Hoxhës mendime ogurzeza kundrejt atyre që presin më kot liberalizimin. Ata do të fërkojnë duart para kohë krejt si dikur, dhe atëherë, pikërisht në atë çast, ai do t'i godiste pa mëshirë. Veprat kanë afërsi edhe nga ndërtimi artistik.
Ndërsa te dimri, mbledhja e Moskës është si një bosht rreth të cilit mbështillet ngjarja kryesore politike, te koncerti këtë rol e luan një koncert qeveritar. Atje vijnë të gjithë udhëheqësit e Kinës, miqtë e tyre në botë, duke nisur nga delegacioni shqiptar, pastaj Pol Poti i Kambodgjës e të tjerët. Shkrimtari ka folur disa herë në bisedat e tij për krahasimin e dy veprave. Ndërsa në Moskë zotëron ngjyra tragjike, në koncertin kinez tabloja bëhet tragjikomike. Nga lëvizja e balerinave në skenë, të ftuarit përpiqen të zbërthejnë enigmat e shtetit kinez, por edhe krimet e tij. Tabloja e botës komuniste plotësohet kështu me të gjitha anët e saj. Duke interpretuar mendimin e shprehur nga Kadareja për një frym lamtumire të këtij diptiku, studiuesi francez bën këtë konkluzion në mbyllje të studimit të tij. Ndërsa letërsia e realizmit socialist glorifikon ndarjen me perëndimin, Ismail Kadare thur një këngë të kundërt, ndarjen me lindjen. Bëhet e kuptueshme tani pse Ismail Kadare u sulmua me tërbim për këtë vepër, qoftë nga militantët komunistë shqiptar, qoftë nga majtistët ekstrem të gjithë botës, pjesa më e madhe të cilëve ishin miq të diktaturës shqiptare dhe asaj kineze. Ata nuk do t'ja falnin kurrë Kadares tablon e keqe për komunizmin. Të dy grupet shqiptare dhe të huaj kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë, siç u tha më lart, me njëri tjetrin. Shkrimtari shqiptar, i cili ditë tregohet i ashpër atëherë kur duhet, arroganca që u përmend në këtë vepër e ndihmon për këtë, i ka trajtuar shpesh me përçmim të thellë këta shërbëtorë të diktaturës shqiptare. Është i njohur reagimi i tij ndaj studiuesit italian Gianni Scarcia, të cilin e trajtoi thjesht si një denunciator, me fjalë të tjera një spiun që kallëzonte shkrimtarin e njohur tek shteti i tij diktatorial Shqipëria. A kishte të drejtë Kadareja për një gjykim kaq të ashpër ndaj një studiuesi të huaj? Le të shikojmë rrethanat. Është viti 1983, një nga vitet më të egër të regjimit shqiptar. Kadare sapo ka përballuar me shumë vështirësi kritikat dhe ndalimin e nëpunësit Pallatit të Ëndrave. Dhe ja papritur, siç ka thënë në një bisedë, si të mos i mjaftonin spionët vendas, kishte dalë një italian që po e spiononte që nga Roma. Ky italian, Scarcia, në një forum për letërsinë ballkanike në Rom, më 1983, shkruante se në veprën e tij Muzgu i perëndive të stepës, Kadare ka goditur stepat ruse lindore, pra komunizmin, në emër të atlantizmit, pra të perëndimit, për të mos thënë të NATO-s. Është akuza e vjetër kundër Kadares që ky italian e hedh në skenë në mënyrën më të pamoralshme. Në një intervistë shkrimtari ka përmendur një tjetër italian me emrin Giampiero Berlingueri, sipas tij i afërt me Scarcian. Ndryshe nga Scarcia, tani që komunizmi ka rënë, ky italian e bën spionimin jo te Shqipëria, por te Italia. Ngjarja tingëllon e pabesueshme. Në Venecia, pak kohë më parë, është organizuar një forum ndërkombëtar kushtuar veprës së Kadares. Autori shqiptar, sipas zakonit të tij, nuk merr pjesë në forum. Studiuesi italian Berlingueri, në formë letre të hapur, i drejtohet Kadares dhe boton letrën në materialet e forumit në mënyrë që ta dëmtojë sa më tepër shkrimtarin shqiptar. Kadareja shprehet: ndryshe nga Scarcia, që më denoncoi tek regjimi shqiptar më 1983, ky far Berlingueri më spionon te qyteti italian i Venedikut. Me fjalë të tjera, më spionon te qyteti që sipas tij unë, shkrimtari shqiptar, e pas kam goditur pabesisht. Me fjalë të tjera, i kujton qytetit Venedikut se është treguar tepër zemërgjer, duke organizuar një forum ndërkombëtar për të nderuar këtë shqiptar mos mirënjohës. Çfarë ti përgjigjem këtij zuzari italian? Fjala zuzar është shumë e rëndë, sidomos për një profesor të Universitetit Venedikut, qyteti që i ka bërë nder shkrimtarit shqiptar. Por shkrimtari nga ana e tij ka shfaqur publikisht mendimin se më e rëndë se çdo fjalë është vetë shpifja, e sidomos shpifja e një profesori. Shkrimtari ka deklaruar se nuk ka folur kurrë ndonjëherë kundër Venedikut. Përkundrazi, ka qenë mirënjohës ndaj Italisë, e cila jo vetëm e ka botuar gjërësisht, por i ka dhënë mbi 10 çmime letrare, pothuajse të gjitha çmimet që Italia jep për shkrimtarët e huaj. Nga ana e tij, Kadare ka shkruar një nga eset më të bukura të tij për Dante Alighirin, gjithashtu e njohur gjërësisht në Itali. Armiqësimi i shkrimtarit shqiptar me publikun e huaj në vendet ku ai botohet ka qenë pjesë e strategjisë të një grupimi letrarësh në Shqipëri të mbledhur rreth Trebeshinës dhe Lubonjës. Me letra, me denoncime, me dezinformime, ata kanë furnizuar rregullisht qendrat kulturore perëndimore, gazetat, jurit që japin çmime. Në shumicën e rasteve kanë dështuar, si në rastin e çmimit britanik Booker International ose Princi Asturias, por ka patur raste kur për shkak të informacionit të pakt dhe të pasakt për kulturën shqiptare, dezinformimet e tyre kanë ecur. E gjithë kjo s'mund të bëhej pa një koordinim të shpifjeve vulgare, si ajo e jashtëqitjes së kombit për refugjatët e fabrikuar nga shteti komunist në grahmat e tij të fundit me shpifjet e sofistikuara të mëvonshme. Për të bërë të besueshëm kundër tij, dy nga sulmuesit kryesor kundër tij zbukuruan biografinë e tyre. I pari, Kasem Trebeshina, duke bërë zhurmë për dënimet e tij që ishin shumë më të pakta se ato që thoshte, e duke reklamuar një promemorje ultradisidente që i paskësh dërguar diktatorit, promemorje që s'u vërtetua kurrë,
Linte në hije pjesën më të errët të biografisë së tij, qenien e atij vetë si oficer i sigurimit. Në librin Disidentët e Rem të profesor Bejkos, theksohet se Trebeshina kishte qenë jo vetëm oficer i pjesës më të zezë të diktaturës shqiptare, por kishte marrë pjesë aktive në krimet e saj. Akuzat e këtij libri nuk u kundërshtuan kurrë as nga Trebeshina as nga ndjekësit e tij. Detraktori i dytë, Fatos Lubonja, e ka filluar prezantimin e tij në shtypin e huaj që interesohet për Shqipërinë me një mashtrim jo të pakt. Ai paraqitet si shkrimtar shqiptar i dënuar me burgim të gjatë nga regjimi komunist. Lubonja ka qenë vërtet në burg, por gjithë Shqipëria e di se ai nuk ka rënë në burg si shkrimtar dhe për shkak letërsisë, por thjesht si biri një antarit Komitetit Qendror të dënuar, Todi Lubonjës. Ky ishte një nga zakonet më barbare dhe absurde të diktaturës shqiptare, dënimi i familjes dhe disa herë i gjithë parafisnisë për shkak të rënies në burg të titullarit familjes, qoftë ky borgjez apo komunist. Është një gjë e njohur në Perëndim se statusi i shkrimtarit të dënuar me burg për shkak letërsisë është tepër i lartë dhe i nderuar. Lubonja, me këtë operacion plastik të biografisë së tij, këtë shprehje ai e përdor kundër të tjerëve, është përpjekur të përfitojë shumë, duke dashur të vejë veten mbi shkrimtarët e tjerë. Në të vërtetë, pasi ka kaluar të 60-tat me 2-3 librat e tij, ai ka mbetur një shkrimtar i rëndomt, çka shpjegon sipas shumë analistëve mllefin e tij të pashtershëm kundër Kadares. Ndryshe nga vendet e mëdha, problemet letrare të cilëve njihen dhe ndiqen nga gjithë bota, për vendet e vogla dhe për shumë kohë të izoluara si Shqipëria, dezinformimi luan një rol shumë të madh për të mbuluar të vërtetën. Në këtë rast, ndërveprimi midis kritizerëve të brendshëm dhe të jashtëm krijon probleme të rënda. Studiosit e huaj kanë dhënë një kontribut të madh në njohjen e letërsisë shqipe. Për fat të keq, ashtu siç u përmend më parë, ka patur midis tyre kritizerë që për arsye të ndryshme kanë luajtur rol të kundërt. Nga të vetëquajturit kritik si gjermani Hans Joachim Langs, që nuk e njeh askush në vendin e vet, tek polonezi Kaczorowski, është një varg i gjatë i dezinformuesve që slodhen as ditë as natë. Për të kuptuar mjerimin e tyre, mjafton të kujtojmë një shkrim të profesorit shqiptar të katedrës së Munihut, Bardhyl Demiraj, drejtuar publikisht Hans Joachim Langsit. Profesor Demiraj, i shquar zakonisht për vetëpërmbajtje, në fillim të shkrimit të tij përdor fjalët: "Kështu o Hans i mirë", për ta mbyllur shkrimin me të njëjtin përçmim: "Kështu o Langs i mirë". Nuk ka ndodhur asnjëherë në shtypin shqiptar që dikush t'i drejtohet me fjalë të tilla një studiuesi të huaj. Por studiuesi gjerman e kishte tepruar kaq shumë me shpifjet e tij kundër Kadares, saqë profesorit të urtë Demiraj ju duk normale t'i drejtohej publikisht ashtu. Me e çuditshme është që Langshi, i shquar zakonisht për një gjumë boravece prej racisti, e uli kokën përpara profesor Demirajt. E gëlltiti për buzjen dhe fyrjen publike pa u ndjerë si një pulë e lagur. Për sa i përket Kaczorowskit, i cili në shkrimin e tij nuk e fsheh që të dhënat për Kadaren i ka marrë nga Lubonja pas botimit Kadares në Poloni, shfaq habin e tij se si mund të ketë shkrimtar të njohur shqiptar në botë. Shkrimtarin mediokër polak e shqetëson suksesi i shkrimtarit shqiptar në Perëndim. Pa pikturpi shfaq mendimin se Franca duhet ta kishte kthyer mbrapsht Kadaren, ashtu siç kthen emigrantët me dokumente falso. Përgjigjja publike e shkrimtarit shqiptar ishte shkatëruese. Sipas tij, Kaczorowski hynte ndër ata polak që e mbuluan veten me turp, duke u dorëzuar hebrejt nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. Përgjigjet e Kadares janë tepër të rralla. Lidhur me sulmet e kohëve të fundit nga Kosova, ai ka folur në një nga librat e fundit mbi krimin në Ballkan. I kam përmendur tepër rrallë këto sulme, duke i cilësuar të pabesa dhe të pamoralshme, sepse nuk kam ditur çemër t'ju vë. Ti mbron Kosovën me libra, me letra, artikuj, intervista, ti shkruan mbi 1000 faqe për të që botohen në 10 gjuhë, e këta akademik vazhdojnë sulmin kundër teje. Kjo është për të vënë duart në kokë, siç thuhet. Libri Krushqit janë të ngrirë flet pikërisht për ngjarjet e vitit 1981. Ndaj ai ka qenë tepër i bezdisshëm për serbët. U shkrua fill pas ngjarjeve në vitin 1982 dhe u botua një vit më pas. I përkthyer në anglisht dhe frëngjisht dhe më pas në shumë gjuhë të tjera, ai libër ishte dëshmia e parë dhe e vetme në një trajt artistike e një masakre të papërfytyrueshme në mes të Evropës. Ishte hera e parë që bota nëpërmjet një vepre të tërë vihej në dieni për krimin jugosllav, shteti të përkdhelur prej të gjithëve si modeli i liberalizimit. Në këtë rast unë e kuptoj sulmin e Drashkovicit. Ajo që s'kam kuptuar kurrë është sulmi që më është bërë nga disa bashkombas të mi, letrar të Kosovës. Madje i pari, Sabri Hamiti, është përqendruar pikërisht te Krushqit janë të ngrirë, duke e quajtur një lloj si Drashkovici libër të pavlerë. Është i kuptueshëm qëndrimi i Drashkovicit si avokat i krimit serb. I pakuptueshëm është qëndrimi i akademikut nga Kosova. Në rastin e mësipërm, në shënjestër të sulmeve të tyre, përpara se të jetë shkrimtari, është dëshmitari. Dhe dihet se sulmin kundër dëshmitarit ose dëshmisë së krimit të bën dashur pa dashur pjesë të krimit. Akuza e Kadares për Sabri Hamitin është tepër e rëndë. Mirëpo, heshtja e këtij të fundit e bën edhe më të rëndë.
Në vend të sqarimit publik që i kërkon Kadareja, akademiku i Prishtinës përpiqet të nxjisë goditje tinxare, moralisht pa lejueshme në mjediset shkencore. Duke përfituar nga pozita e tij si deputet, madje si nënkryetar i Parlamentit të Kosovës, përdor lidhjet e tij me katedrat e letërsisë në Prishtinë dhe sidomos në Tiranë për të mbajtur gjallë fushatën kundër shkrimtarit njohur shqiptar. Në bisedat dhe intervistat e tij, Kadare nuk e ka fshehur kurrë sa i hyndër ata shkrimtar që ashtu siç u tha më lart, dinë të durojnë sulmet, por kur vjen puna dinë edhe të kundërsulmojnë. Edhe pse të rralla, këto kundërpërgjigje janë tepër të hidhura për detraktorët. Kadareja, në 2 ose 3 raste, ka përmendur atë që njihet si kërcënimi i hajnes në Vjershën e njohur, kur ai drejtohet kundërshtarëve të tij, duke ju kujtuar ferrin e Dante Alighirit. Për ta përmbledhur me disa fjalë, kërcënimi i poetit gjerman është ky: kujdes nga ndëshkimi që mund të vijë kur sulmoni pa të drejtë një poet. Mund të dilni nga çdo burg dhe nga çdo torturë, por po u gjendet një ditë në tercinat e poetit, prej tyre s'dilni dot kurrë. Janë pak a shumë fjalët që Spartak Ngjela, siç tregojnë dëshmitarët, ju tha grupit të detraktorëve Lubonja Trebeshina, kur të nesërmen e rrëzimit komunizmit, këta, në vend që të merreshin me dënimin e krimeve të regjimit, filluan fushatën kundër Kadares.